A je ndjerë ndonjëherë sikur po reagon më shumë se ç'duhet në një situatë të vogël? Apo të ka ndodhur të kesh ndjesi që as vetë nuk i kupton si trishtim, ankth, boshsi pa e ditur nga vijnë? E vërteta është që shumë nga këto ndjesi nuk janë vetëm për çfarë po ndodh tani, por për atë që ka ndodhur shumë më herët. Sot dua të flas me ty për fëmijën tënd të brendshëm, atë pjesë të vogël të ndjeshme të ndrojtur ndoshta, që ende banon brenda teje dhe ndikon në çdo marrëdhënie që ke sot, në mënyrën si do, si ndihesh, si e shikon veten. Ndonjëherë gjej veten duke e pyetur, pse reagoj kështu në një marrëdhënie? Pse më frikson afërsia? Apo pse ndihem sikur nuk mjaftoj edhe kur gjithçka duket në rregull? E vërteta është që shumë nga përgjigjet që kërkojmë si të rritur janë fshehur në fëmijërinë tonë. Në këtë video do të flasim për mënyrën se si fëmijëria formon marrëdhëniet tona sot, dashurinë, miqësinë, lidhjen me veten. Sepse prindrit tanë, me gjithë dashurinë që kishin, shpesh thoshin jo. Jo sepse nuk na donin, por sepse kishin frikë mos na ndodhte diçka. Frikë se bota ishte ashpër, frikë që trashëgonin edhe ata nga brezat para tyre. Mbasi kujton edhe ti momentet kur doje të provoje diçka dhe dëgjoje, jo, mos shko atje, mos e bëj këtë, rrije qetë, nga jashtë dukej si kontroll, por nga brenda ishte përpjekja për të na mbrojtur, e cila ndonjëherë mbolli te ne ndjesinë se bota është një vend i rrezikshëm, se s'mund t'u besojmë të tjerëve, se duhet të kujdesemi gjithmonë për ndjenjat e të tjerëve para vetes. Dhe pastaj vjen shkolla, aty ku për shumë prej nesh fillon bullizimi, sepse ishim ndryshes, më të ndjeshëm, më të heshtur, më të rezervuar, sepse nuk kishim rroba të shtrenjta apo nuk flisnim si të tjerët. Këto përvoja mund të duken të vogla, por kanë gjurmë të thella. Na mësojnë të mos i besojmë vetes, të ruhemi, të mos afrohemi shumë, e ndërkohë brenda nesh lind pyetja e padukshme: a jam unë mjaftueshëm e mirë? Edhe shtëpia, që supozohet të jetë vendi më i sigurt, që shpesh ishte skena e parë e zënkave me vëllezërit, motrat dhe tensioneve të heshtura. Mësohemi të luftojmë për vëmendje, për dashuri, për hapësirë. Dhe kjo ndikon më vonë, kur dashuria duket si garë, afërsia si ankth dhe nevoja për pranueshmëri bëhet e pashmangshme. Dhe po, ka edhe ato momente kur e sheh veten në pasqyrë si fëmijë apo adoleshent dhe thua, nuk jam e bukur, s'jam si të tjerët. Ky mendim, kur përsëritet pa u vënë re, rritet me ne. Na ndjek në marrëdhënie, në punë, në mënyrën si e duam veten. Na mëson të kërkojmë aprovim nga të tjerët, ndërkohë që ajo që kemi më shumë nevojë është një përqafim i thellë nga vetja jonë. Si ta shërojmë atë që kemi përjetuar në fëmijëri, si të kujdesemi për fëmijën e brendshëm? Hapi i parë është ta pranojmë që ai fëmijë është ende gjatë brenda nesh. Ndoshta nuk qanë me zë, por mban dhimbje brenda, çdo herë që ndihesh e refuzuar, e pavlerësuar, ose kur të kaplojnë ndjenja që as vetë si kupton. Ai fëmijë është aty kur e ke frikë afërsinë, sepse dikur të mungoj ngrohtësia emocionale, ndihesh e padukshme në një dhomë plot njerëz, sepse dikur të mësuan të mos bezdisje, e krahason veten vazhdimisht me të tjerët, sepse dikur të vinin në krahasim. Ndihesh në faj kur zgjedh veten, sepse dikur të duhej të ishe vajza e mirë, që nuk bezdiste askënd. Por e bukura është që sot ti je rritur dhe mund të përqafosh atë fëmijë
me një liri që dikur nuk e kishe. Si fillon shërimi? Duke vëzhguar veten me dëmshuri. Kur ndihesh keq, mos thuaj çfarë kam që jam kaq e ndjeshme, por pyet, çfarë po ndodh? Çfarë po përpiqet të më tregoj fëmia im i brendshëm, duke i folur vetes but. Aso kohë, askush nuk na mësoi t'i flisnin vetes me dashuri, por sot mund të thuash, e di që lëndohesh shpesh dhe shpejt, por kjo është në rregull. Duke kujtuar çfarë të mungoj dhe t'ja japësh vetes sot. Nëse të mungoj ndjeshmëria, jepi ndjeshmëri. Nëse të mungoj mbështetja, bëhu mbështetja jote. Nëse të mungoj liria, të ishe vetvetja, lejoje veten të lulëzoj sot, pa faj. Duke vendosur kufi të shëndetshëm, fëmijët e pambrojtur mësojnë të sakrifikojnë veten për të tjerët. Tani je e rritur. Mund të thuash, nuk jam e keqe nëse vendos kufi, jam vetëm duke u kujdesur për veten time. Ajo që fëmia ju i brendshëm ka më shumë nevojë të dëgjojë nga ti është, tani je e sigurt, nuk je më vetëm, unë jam këtu për ty dhe të dua ashtu siç je. Kur e bëjmë këtë me përkushtim çdo ditë, me durim, plagët fillojnë të zbuten. Ndjeshmëria kthehet në forcë, frika kthehet në vetdije dhe lidhja me veten bëhet burimi më i pastër i shërimit. Fëmia i brendshëm është një koncept psikologjik dhe emocional që përfaqëson pjesën e brendshme të vetes son, ku ruhen kujtimet, ndjenjat, nevojat dhe përvojat tona nga fëmijëria. Ai përbën një version të brendshëm të vetes që ende mban në vete emocionet, traumën, dëshirat dhe ndjeshmëritë që kemi pasur në fëmijërinë tonë. Fëmia yt i brendshëm s'ka nevojë për më shumë kritika, ka nevojë për ty, me butësi. Faleminderit që qëndrove deri në fund. Nëse kjo video të pëlqeu, ndaje me dikë që ka nevojë. Dhe deri herën tjetër, mendo pozitivisht.